Pate pasione, Duduna? Ke pasione? Po si s'kam pasione. Përveç se shkrimit. Po si s'kam pasione. Unë këndoj, jam kantautore, kam në Google, në YouTube, kam këngët e mia. Më këndoj një këngë. Të këndoj një këngë? Po, një këngë bukur. Zduroj vështrime të hedhura, zduroj kuvendet e shkartuara, zduroj kjo duhet e kjo s'duhet, zduroj do t'hipokrizin. Më duaj kështu si që jam, më duaj se unë s'kam faj, të lutem më thuaj, të ri më njan. Më duaj, kështu si që jam, më duaj. Ke padur ti një këngëtarit preferuar në periudhën e monizmit? Vaçe Zela. Vaçe Zelen, Po le të tërë kemi të Kush? mirë. Të gjithë janë të mirë. Një, Vaçe Zelen më Po the, Lera, një jo, tjetër. është ikon tjetër. Pali da Jisko. Unë të gjitha tekstet unë i kisha mësuar përmendesh ditën tjetër. Kam patur dhunti shumë të madhe. Vërtet? Po. Po pse s'u more me muzikë? Po s'të linte njëri atëherë. S'të linte, ne sa jepin shkollën, se kemi qenë 100 për ndjekurish. As shkollë. Te familja jote. Po, nga babaj. As shkollë nga jepin. Ka qenë koha atill, ka qenë e tillë koha, s'ka. Nuk mund t'i ndrosh gjërat. As Do unë kishe dashur t'ishe këngëtare? Jo. Jo? Po çfarë do kishe dashur t'ishe? Më shumë jam te pjesa e mësimdhënies. Dhe për shembull, në Greqi se kam jetuar 20 vite dhe kam bërë gabime të madh që nuk e mbrojta si gjuhë, dhe kisha dhe universitetin afër dhe kisha kohën time që mund të mbaronja edhe shkollën atje. Të jepja provimet edhe provimet plotësuese. E nejse. Dhe kam patur qef sekso, kino, psikologjia. Domethënë seksi, kinonia, komuniteti edhe psikologjia. Këtë dhe kam patur qef. Pastaj më herët, kur jam martuar në Tiranë, kam dashur të hyja tek të bësha antare partije që Supranova. U bë të merë atëre në ndërmarrje, dhe donja të vinja të shkencat politike. Të pëlqente politika? Politika më pëlqen. Dhe ishe futur në politikë? Në politikën e monizmit? Jo, atëre s'pranonte njëri. Nuk t'pranonte. Unë kam lexuar dhe edhe shtypjen e ditës në punë. Ishte diçka jashtë kornizave. Pa, atëre kam qenë, unë jam 26-27 vjeç. Kur i ke në Greqi? Kam ikur në vitin 94-95. Mbas u prishën ndërmarrjet, u bë çdo gjë. Historia e madhe shumë kjo. Mbete pa punë? Pa punë, mbyllëm të gjithë, s'kishim as asistencë, as asnjë gjë atëherë. Asgjë, ëh? Çfarë tha betimi atëherë? Unë atëherë kur kam ikur në Greqi, unë jam ndarë nga betimi. U ndave nga betimi? U ndava për një fjalë goje jam Pse? me të. Sepse ishte kjo pjesa e marrëdhënies së çiftit. Çifti duhet të jetë kompetent, për shembull, se mashkulli ka nevojë, ndërsa femra, atë që thash i pari, tradhtia dhe kjo gjërat, dhe unë trashën gjërat edhe bëhen gjërat gabim shumë, edhe ky i thot Timeti, i thot me ka djalin për të voglin. I thashën, o Zot, më dhe dritën e qiellit se ndanja dot, se s'më lindë njëri, halla ime është turpe të njerëzit, se desha ta ndaja që në fillim fare. Se nuk duroja dot, ishte një marrëdhënia seksuale ka qenë shumë e egër. Edhe unë vuaja, unë isha sikur isha e virgjë gjithmonë. Vuaja të merësisht. Ka qenë një ndarje që kam patur arsye shumë të mëdha. Dhe për këtë fjalë nuk bëra më kaq. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.